Gjykata e Lezhës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për efektivin e policisë Besart Kovaçi, i cili u përfshi në përplasjen me armë mbrëmjen e së dielës në Berberhane, në fshatin Rril të Lezhës. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, ai u ka qëndruar deklarimeve se ka qelluar për të neutralizuar situatën, duke qenë se kishte parë personat e armatosur, por pavarësisht pretendimeve, gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë dhe caktoi masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Përplasja mbrëmjes së një shkurtit në Lezhë mendohet se është pasojë një konflikti midis drejtorinjve të fisit të ish-deputetit Arben Doka dhe nipit të biznesmenit që u vra në Shëngjin, Ardian Nikulaj. Kevin, Geraldo dhe Eliseo Doka ishin pjesë e grupit prej 7 personave, prej të cilëve ende të pa identifikuar hynë në Berberhane në Lezhë, ku ndodhej 21 vjeçari Merando Nikulaj. Dyshohet se qëllimi i tyre ishte ta dhunonin, por gjatë përplasjes mbeti i plagosur pronari i biznesit Sokol Daci dhe vet Nikulaj. Grupi u paraqit si efektiv policie, por Nikulaj kuptoi menjëherë që nuk ishin të tillë. Nikulaj dhe polici Kovaçi kanë qelluar të parët, moment kur ky i fundit ka përdorur armën e shërbimit. Agresorët shkuan me 2 makina dhe gjatë largimit nga Berberhania kanë qelluar me breshëri plumbash duke thërmuar fasadën e xhamit dhe duke dëmtuar biznese të tjera. Dyshohet se konflikti për të cilën Dokajt kishin shënjestruar Nikulaj daton në mars të vitit 2025. Palët janë zënë në kund të Shëngjinit. Konflikti verbal ka kaluar në përplasje me automjet, të dyshuar se është kryer nga Nikulaj në drejtim të 2 pjesëtarëve të Ndokajve që lëviznin me motocikleta.